se kënga Diell e kënduar nga Elhajda Dani, e cila fitoi çmimin e parë në festivalin e radio televizionit shqiptar që do e përfaqësoj Shqipërinë në Eurosong në Vjet. Mirpo, pas disa javësh u ndrua kënga. Pse vendosën kështu? Por këtë më së miri na tregojnë drejtori radio televizionit shqiptar zoti Martin Leka, këngëtarja Elhajda Dani si dhe producentët e këngës së re Zapen Kresi. Se çka kam për të na thënë, i ndjekim bashkë në vazhdim. Me 29 dhjetor, festivali 53 i këngës në radio televizionin shqiptar shpalli Elhajda Dani fituese të këtij edicioni, e cila më pas e përfaqëson Shqipërinë në Eurosong 2015. E si gjithmonë, kënga triumfuese në këtë festival është pjesëmarrëse në atë evropian. Por kësaj radhe ngjau e kundërta. Kënga Diell nuk do të performohet në Eurosong, pasi ajo do të zëvendësohet me një të re. Krejt kjo ka ndodhur për shkak se producenti i këngës Diell, Aldo Shllaku, është tërhequr nga kontrata, gjë që ka marrë me vete produktin e tij. E arsyet për këtë largim, sipas drejtorit të radio televizionit shqiptar Martin Leka, kanë të bëjnë me moskalimin e të drejtave për një kusht të domosdoshëm për pjesëmarrjen e Shqipërisë në Eurosong. Në fillim të çdo festivali, sipas gjitha rregullave që ka radio televizioni shqiptar, çdo element i këngës, këngëtari, kompozitori, orkestruesi, autori i tekstit e tjerë nënshkruajnë një kontratë paraparake në të cilën theksohet se nëse në internet, nëse kënga del fituese, të gjitha të drejtat e autorit i kalojnë radio televizioni shqiptar. Një kontratë të tillë e ka nënshkruar edhe kompozitori i këngës zoti Aldo Shllaku, i cili më pas ka refuzuar në mënyrë të vazhdueshme të nënshkruajë kontratën e dytë që bëhet tashmë mes radio televizionit shqiptar dhe autorit me Eurovisionin. Por pavarësisht këtij aksidenti të vogël, kombëtaren tonë nuk e pengon asgjë të marrë pjesë në garën më të madhe evropiane të këngës. Radio televizioni shqiptar, duke mos pasur asnjë alternativë tjetër për të dërguar përveç një këngë dhe siç është në mënyrë eksplicite vetëm kënga fituese, atëherë ka vendosur në bashkëpunim me një komunitet muzikantësh të dërgoj dy elementet kryesorë të këngës fituese të festivalit të 15. Këngëtarja tashmë është shumë e njohur për publikun shqiptar kudo, brenda dhe jashtë vendit, sidomos në Europë dhe në Itali, Elhajda Dani dhe autorin e tekstit Sokol Marsi. Largimi i producentit Shllaku, sipas Elhajdës, nuk duhet të dëmtoj as atë e as pjesëmarrjen e Shqipërisë në festivalin Eurovision. Uroj që në festivalin e Eurovisionit të vlerësohem për tjera gjëra dhe jo nga precedentët. Uroj që të vlerësohet kënga, performanca dhe gjithë kjo. Asgjë tjetër mos më hapin problemet, por thjesht të vlerësohet kënga. Por si është për të, ndrimi i këngës dhe apo i pëlqen asaj të shkojë në Eurosong me këngë të re. Sigurisht dua që të marr pjesë në një festival kur çdo komponent i këngës është i gëzuar që po marrin pjesë në atë festival. Nëse 1/3 e këtij komponenti nuk do të marrin pjesë, e bën gjithçka shumë të vështirë dhe kur të gjithë jemi të lumtur dhe jemi në një akord dhe duam të japim më të mirën, atëherë sigurisht gjithçka do shkojë më mirë. Elhajda Dani tashmë është në përgatitje të këngës I'm Alive me producentet kosovar Zapen Kresi, e këta të fundit, pavarësisht kohës së shkurtër, po punojnë me shumë vullnet. Kënga është punuar diku rreth 4 ditë 5, ashtu. Kënga nuk ka përfunduar komplet, kam me tekstin përfunduar, kam më bën në gjuhën angleze. Për Eurovision kam më qenë në gjuhën angleze, normal kam më bën edhe shqip. Tekstuesi kam më qenë njëjtë i këngës Elhajdës fituese që ka qenë te radio televizioni shqiptar atje. Zhanri është si fillon si lloj ballade, po ka më shumë ritëm, kthehet me një kthehet në Zapen Kresi. Pak më ritmik. Se kemi dashur me nxjerrën parë Elhajdën me vokalin e saj. Kështu që mi dashur me përshtat në dy anë, edhe si Zapen Kresi dhe si Elhajda. Me 15 mars, të gjitha elementet teknike dhe profesionale të këngës duhet të jenë të dorëzuara në Eurovision, e ne shpresojmë që kombëtarja Kuqezi të arrijë rezultat sa më të mirë.